Fëmijëria jote ka qenë pak a shumë si një film bardhëzi kështu. E vërtet. Pse e sheh kështu? Atëherë besoj se nuk është se atë që kam kalu nuk e kam kalu tjerë. Normalisht e kam kalu, por të humbësh persona, familjar ty tu dashur është sikur të shkputet një copë nga shpirti jot. Kuptohet, sidomos në një moshë të vogël, është tragjedi që ti e përjeton edhe mbar gjithkohës me vete. Pavarësisht se zemra jote mbyllet, nuk do të flasësh ose ti rikthehesh me asaj historie, po prap shfaqesh kudo me atë traumë që të nga ndodh kur ke qenë i vogël. Domethënë, unë si fëmijë nuk më pëlqej fare me kujtu fare atë fëmijërinë time. Kam qenë i bullizuar, normalisht kam pasi peshë më të madhe, kupto. Edhe normalisht dhe humbja nënës ka qenë shumë e rëndë për mua, të rritesha nga gjysha dhe gjyshi. Prap trauma tjetër ka qenë kur edhe gjysha dhe gjyshi ikën edhe ngela vetëm, domethënë ishte totalisht. Edhe kur i kujtojnë këta momente, mënyra se si rritesh, ose tash kur shikoj një fëmijë që gëzon edhe të dy prindit, thjesht vjen kaq shumë vjet qaj, domethënë se sa fatlum është. Ose për shembull kur shikoj shokë mi ose njerëz për shembull që diskutojnë ose i bërtasin me kuptimin e mirë, për shembull prindërit e tyre ose janë ngrenë zonin, them, aman mos e burr se ke të bëu pishman, sepse e di vetë se si mund të jetë kur mos i kesh. Edhe kjo është ajo që Ke qenë shumë i vogël, sa vjeç? Moshën 8 vjeçare kam qenë, edhe aty mori domethënë çdo gjë për poshtë. Pra se ke edhe shumë kujtime, shumë... Kam foto, por që normalisht ato fotot janë si blur. Edhe ku i shikon janë ato të lamet që janë shumë siç janë Kodak ato të vjetrat. I shikoj her pas here, kujtoj se bëj pyetje çfarë qëllimi i jetës, çfarë mund si mund të gëzohet një person, domethënë kur nuk mund të ketë, kur mund t'i ndodhin këto gjëra të vëmëri. Thash, nuk kemi vetëm, mund të ketë pafund me qindra mira, domethënë. Por janë këto gjëra që mu më bëjnë fort ose momentin kur du me vendos për me bëu diçka për të mirën time, mendoj si mund të ndihet ai person. Edhe rasti yt dhe i shumë të tjerëve na tregon që në fakt sidomos kur flasim për bullizimin, ka ndodhur për herë, pra ka qenë gjithmonë prezent në shoqërinë tonë, vetëm se si duket edhe efekti i mediave dhe zhvillimi i teknologjisë tashmë e bën shumë të lehtë ta shfaqim e ta luftojmë. Sot për të gjithë ata djem e vajza të vegjël që janë, që shkojnë në shkollë, ndoshta si ti diku në ditën e parë të shkollës, nuk e di çfarë kujtime ke nga ajo periudhë, por çka do ju thoshe? Unë thjesht ditë them që sa herë ndihesh poshtë, domethënë çdo gjë nis me një mendim vogël. Edhe unë isha kur mora rrugën e boksit, isha thjesht një mendim larg.